أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Allahu Azza wa Jalla falenderojm, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, kurse salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot do të përmendim dy shembuj nga Kurani famlar, nesër në shumë shembujve tjerë, që janë shembuj kur njerëzit janë azdis nga të mirat e Allahut Azza wa Jalla. Që Allahu Azza wa Jalla hadhin e tyre prej ka e mira e ka këthi ka e keqja, madje të dy shembujt, këto që do t'i përmende dhe pse ka edhe shumë tjera, po unë i kumë përzirë dy, Allahu Azza wa Jalla në të dy rastet, këto njerëz, apo këtë kategori, apo këtë mendësi, e ka zhduk nga ruzulli toksor, sot e sot njerëzimi nuk e din ku janë ata. I ka gëlltit tokë, s'janë. Nuk ju ditë as varezat, as shpijat, kur një farë gjurme, s'kalon Allahu, nga lloji i tyre dhe nga kjo formë e mendësisë. E dikush do të thotë, e çka lidhet kjo me Ramazanin? A pak tema tjera ka, jemi në 10 e fundit, jemi. Shkire gjithë të mira, atë po çka lidhet? Gjithë të mira dhe azdismja e janë. Andaj në gjitha hadithet, do të hasni edhe hadithin e Gjibrilit me hudban, ku Muhamedi s.a.s. 3 herë thot amin. Ky hadith është thonë për njerëzit që janë azdis, që kanë hindë Ramazan, e Allahi nuk u ka falë gjinat. Kanë hindë Ramazan nëse kanë fitu xhenetin. Këto janë azdis. Kjo e di çka do me thonë o vëllezër. Me him bank, me ta qelë dikush thesarin e bankës, me thonë merë qka dush, edhe ti s'merë kur gjo, edhe lip të dere xhamis, s'kam buk me hongër. Ti du të me thonë vdes ti, s'dush iq me konë për mito. A e themi në qështu, po, qështu i kish me thonë? Banka ti ka qelë dyrt, edhe thotë banka bujrëm kush sa dojnë të marë. Edhe a si me marë. Edhe më sërë e zgatë dorë, do të amnimoj një sonë keqë. Kjo dhe me thonë të ketë, gjdo logike shëndosh, të i te ki lipë. Mire kje. Gjitha shembu që janë Kur'an, për gjithë ato ju thutë mire kje. Se janë azdis nga të mirat Allahu Azza wa Jalla. Edhe Ramazani, është një shembull klasik, andaj në hadithin tjetër, thot Muhamedi s.a.s. vetëm shkurtimisht këtë, se do dalë të ato dy shembull të mi përmend. Thot Muhamedi s.a.s. kush privohet nga e mira dhe hajri i Ramazanit dhe natës së Kadrit, është privu nga gjitha të mirat. Njeri veç me ku një azdis nga shumë të mirat, sa Allah ta ka dhënë Islamin, ta ka dhënë imanin, ta ka qubë të shpia gjibabën, ta ka qu të mahalla jo të gjamien, haja në sala, haja në fela, në të ditë, shlon e zonën imamat. E të ka qu një shëshrit mirë, këtë me Ramazan, këtë me namaz, këtë me ders, me nasiat. Ti asë një se për film, ti i asdist. Andaj thot Muhamedi s.a.s. dhe kush privohet nga të mirat e Ramazanit, ajo është privu nga gjdo e mirë. Ajo ka vetëm pitas desmës. Gjdo natë, Allahu me imra me mbjemër, thot, o gjenem, që me mës ma djekë ma. Mere shkryje emrin e këti, këtë zgudzon me ma prej këtë robin të. Dyrë të gjenetit krajmë krajë. Dyrë të gjenemit të mbilta.
shejtani I lidh me një anë. Ti hapet hiç. Bile mazi ma keq. Natën e ban sabah, tu shat, tu beladis, tu ec rrugëve, tu lut kamar, tu lut karta, tu lut koj gubi plaqa, kush pagun hu. Këshire qëfar shembulli, gjithë të mira, nga në tjetër, qka bën dikush që Allahu e ka sprovu me këtë sprovë. Në hadithin tjetër, për Ramazanin, transmetimin sahih, thot Muhamedi s.a.s. Allahu në fund të Ramazanit liron njerëz nga zjarri i xhenemit, ditën e fundit, natën e fundit. Që kam tek ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, na I kalon ofertën qel, edhe nata e fundit ala qel është. Vetëm ti hajde dhe shprehe vullnetin tënd dhe kandidaturën tënde për me qenë nga ata. Po dikush që thot, po mirë, që ka të bëja as dismja me imandit? Janë dy shembuj të dy kategorive. Shembulli I Karunit. A dini se Karuni ka qenë nga njerëzit që më së bukur e ka lexuar Teuratin, Torën. Karuni ka qenë besimtar I devotshëm. Torën e ka lexuar më bukur se Musa a.s. Karuni ka jetuar bashkë me Musa a.s. Dhe Musa a.s. kur ka dashur Teuratën më lexu njerëzve ka thonë Karunit lexoje, ka qenë më I afërt I Musës a.s. Ka qenë aktivist I Musës a.s. Dhe ka qenë nga njerëzit që shumë bukur e kanë lexu Teuratën. Ka pas zë elokuent, të bukur, atraktiv, joshës, që janë ledh Beni Israelit dhe kanë dëgju me shumë kënaqësi leximin që Karuni e ka bërë Teuratit. Një rob I devotshëm, I urtë, I dashur, aktivist islam. Të e njoftë Teuratin shumë mirë, të e njoftë halalin haramin shumë mirë. E të qenë nga njerëzit më të privilegjuar në mesin e Beni Israelve. Shok I afërt I Musës a.s. pejgamberit më të përmendur në Kur'an. Me emër me mbiemër Musa a.s. që përmend. E çfarë bën Karuni? Në momentin që Allahu I lëshon të mira, I lëshon bereqet, I lëshon pasuri, I lëshon autoritet. Gjitha këto ja e pa Allah, shifës. Këto janë nimet e begati, barabarën edhe sprova dhe të lash. Janë nimet e begati, kur ato kanalizohen ka hajri dhe ka e mira. Mirqenja, koha e lirë, shëndeti, të qenërit I gjallë në Ramazan e shëndosh, gjitha këto janë begati, por janë edhe sprov, se njërin nga besimtarët I shfrytëzon që është në xhami, a tjetër Zot na rujt është dikun tjetër, zi e mazi. Kur që këto të mira I shfrytëzon, në fond dhe në mënyrë me cilën Allah është I kënaqur me ty, këto janë begati, dhe falënderoj Allah, të elhamdulillah Zot që mësove në xhami. E që ma mundësove, të jem robi jotë. Nëse janë ndryshe, ta korrigjojmë vetën. Me gjitha ato të mira Karuni, dhe Allahu atë sa më shumë të mira I jepke Karunit, ai aq më mendje madhe u bënte. U azdis. Ç'kjo është mu azdis? A dini se ka vende ku njerëzit frigën me fal taravi? A dini se ka vende ku njerëzit s'kan çka hajnë për iftar?
Dhe nga ana tjetër mbron flas me shokët e tonë, miqtë e tonë që punojnë në ndërmarrjen publike komunalec, thot hoq folni se gjunahi madh. A dini sa ushqimi madh të gjut. Sa janë të majtë Ramazan këto njerës, apo ju ka një zia, alo ma shumë me onë, se në atë këftu. Masrafi madh. E azdisme e madhe. Çka është e azdisme? Krajem ka dyrë të gjamis në Taravi, rritëm me shku në Taravi, rim kafe. Vallahi, ma shumë ka në kohë Taravis njerës në kafe, se sa në gjami. Atë mërkurën është Taravia e fundit. Çka është e azdisme? Imam, vajz, mualim, hoxhallar, hafizdel, gjitha të mirat. Lajmërojnë njerëzit nga vendet ndryshme, aman, për rizat Zotit, një cu 5-16 vjet pak që di me knu Kur'an, na i çojnë në të na i falet Taravit. Sa do të di japi? Gharita, njothet, një tri me na i gjeni, na i çojnë, është na i falet Taravit, se s'kina na kështë na i falet Taravit. Dhe na me gjitha ato të mira e begati, mos folim për ders, zdoj mas ders as kur gjo. Mu ka bele para sabajt, mas sabajt, mu ka bele para dreke, mas dreke, ders para dreke, mas ikindije, para ikindije, para Taravije, aktivitet, pa mas, ka në tjetër jemi azdis nga këto të mira. E gjithë një azdis me njerëzve, për buzja dhe mos vlerësimi i këtyre begative dhe mirësive, e sjellë i dhërimin e Allahu te bareke ve teala. E Allahu azza wa jall për këtë kategori të njerëzve që azdisen nga këto të mirat, thot fa khasafna bihim wa bidarihim al-ard. Ne ato bashkë me pallatet e tyre i shtynëm në tokë, i gëlltiti toka. Toka i gëlltiti, u zhduk s'ka më. Ku është vori karunit? Ku janë ato thesare që dolin në ditën e Bajramit, në ditën e festës që i kishte Beni Israilet, që i kishin i veshën i ngarkum me gurës të çmum, me diamante, me arin, me shërbetor të imbajt qelsat e thesareve të mdhaja, që me ju tregu besimtarve se unë që jam i pasur, jam më i mirë se ju që jeni të varfër. Unë që jam i pasur, edhe pse se besoj Zotin, a sa mirë jetoj, ju që e besoni Zotin, këshiri sa keqeni ju, si mazi. E Allahu azza wa jall, në ditën e Bajramit, e zhduki atë bashkë me shërbetorët e tij dhe gjithë pasurinë e tij, dhe mbeti shembulli më i keq mbi ruzullin toksor, se çfarë ndodh me njerëzit që azdisen nga të mirat e Allahut te bareke ve teala, sa i harroj se gjithë ato të mira janë te Allahu azza wa jall. A besoni se në vendet, në rajonet tona, ka pas vende, qytete, ka pas xhamia që kanë pas shumë ma shumë aktivitet e besimtare, myderiza dhe alima, se sa që kemi na sot, a sot ndoshta s'ka një hoç saklam e tamam që mund të tamoj një ders tek ata e që mund të afare Taravijën me këtë mishadën që i ka Taravija apo namazi. Pse o vëllezër dashur, e azdis mirë. Për buzja e të mirave të Allahut te bareke ve teala. Pse njerëzit nuk ndryshojnë në Ramazan, se azdisen me shumë të mira. Andaj është ky përkujtim hynor që njerëzit këto stacionet e përkujtimit në Ramazan që na thënë kthehet, që nishon fillimi i Ramazanit, që meci i Ramazanit, që lufta e Bedrit, fitoria, ndryshimi, ngadhnimi, që dhjetë i fundit, finalja, që nata e Kadrit, që nata e fundit.
Ajde be vlla. E Allahu të kalon gjithë anëve nishane, xhamia, o xhallar, besimtar të mirë, besimtar të devotshëm, shok, dashamir, jarana, që elhamdulillah të na këshillojnë, përkujtojnë. Si të ta thot një laftë mirë, selam aleikum, hajde a të shkojmë këtu, ka ders, hajde atje ka taravit mirë, o një imam, atje me hat me lexojnë, këtu kështu, o këtos, besoni që si keni shumë vende të botës. Që na i kemi. Që të sigur kus na bombardon, kus na granaton, elhamdulillah, kretë kemi që ka shrim sofër. Si cili iftarin ma të mirë se tjetëri, ku të shkojsh ma shumë deri respekt. Ama në asdismi, për lami për iftarën. Jo më thiri, së më thiri, qëta është. Me të mirat e Allahut, me një sunet që është me thirë njerëzin iftarë. Me një sunet, pse? Nga asdismja, nga mendemadhësia. Pse se më ka thirë mu të parë, atë ka thirë kështu, kote më abete. Na duhet një buk i blim 5, 3, 4 e gjumë pastaj. Dhe shembulli ma praktik dhe i qartë në këtë drejtim të asdismës është shembulli i Karunit. Qatë sa ma shumë Allah i pke ati të mira, ai atë që ma mendje madho vekja, atë që ma shumë që të keshkelm që themi na. A mos përna ndodhe dhe neve kjo vëzër. Na kemi të mira, elhamdulillah, edhe fetare. Kemi të mira edhe organizative. Fejnë, elhamdulillah, na i kanë lona gjibabat, na i kanë rujtë. Si ma mirë, pasha një zatë. Po gjallar të ulemat tonë, të na kanë lona gjallar, platë. Se cëllin ma i mirë, ma i dishëm, ma i devotshëm se tjetëri, me gjitha nishanët, ulema o gjallar, që gjithë botës i ma i mdersë. Elhamdulillah kemi edhe mirëqenje materiale. Po edhe një me konën këtë që nuk ka që ka shtron një iftar, vallahi ja mushin këtë shpijen, ja bëjnë supermarket. Silon, sen, në kësa. Që këmune një këtë gjemat, e di. Pse mi të asdisi? Që këta janë shumë begatit mdhaja që i kemi i neglizhojmë. I neglizhojmë i përbuzim, e kemi nevoj për një përkujtim. Të duhet sot një ble një. Dhe se të mirat të Allahut, duhet me na e shtu neve shukrin dhe falenderimin të Allahut të bareke ve taala. Andaj humbja e bereqetit është si pasoje asdismës. Andaj Allah Azza thot: "Wa la in shakartum la azidannakum." E ju nëse tregoni falendëruesin të Allahut, të bëjnë shqyqyr për të mirat që ma ka dhonë Allahu dhe të regojni modest, kina me vashtu ato të mira. E nëse e bëni të kundërta, e kundërta ka me na gjetë. E kundërta ka me na gjetë. Se asdismja dhe përbuzja e të mirave të Allahu të azujgje, e sjellë këtë. Sikur se me do xhami, që na e dim këtë, tu pas o gjallartë më të mirë në vend, shkoku se 1 vit, 2, 3, nuk ja hapin hakin ogjës së vetë ashtu si duhet, të 4 vit, çka ba? Ogja thot, çka ka ba? Ka shku në Zvicër, ka shku në Gjermani. E xhamia mbet me një talebe. Format dhe mënyrat e të asdismës dhe rezultatet dhe efektet janë të hatashme. Se ai që se ka, ja ka ditë kimetin më mirë këti që e ka këto parasyre. Edhe ka qenë në gjendje me sakrifiku më të madhen të mundshme, që vetëm me plotësu qatë mangësi që ata e din që e kanë. Mangësine një hoxhës të formum, apo një të mirës, që na i kemi ato, sikur se meselja iftarit në Gaza që e përmenda, dhe e gëzimi i madh të atyre fëmijëve dhe shatar, ato shatorat e shkoqë dhe të arnume e në losht dhe në bidhejt të ngritura, kur të qështë i iftare ati,
kur ta shosh atë gëzimin, thosja ke dhënë këtë dunjë. A realisht është një iftar që është simbolik realisht në këtë rast. E subhanallah, gjithnjë kur njerëzve Allahu ashton të mirat, me njën ato i nderon, me njën tjetër edhe i sprovon. E na jemi tu nderu, a jemi tu sprovon. Shembulli i dytë. Sa minuta u vale. Mo Xheremzia ka thonë, mos pa më në xhamate. 20 ka thonë. 20 ka thonë. Jo, si ta vazhdoj. Shërëm, koshtincat në lishti kena gjana. Si ta vazhdoj në të poshtë më snanë. Po, unë apet do vitë honën, inshallah. E tonën, inshallah, kur të vitë do foli për Shuaibin a.s. Kjo është pjesa e dytë, se dhe populli aty u ka asdisi. Edhe Adem natë nane apet do vimë me këto. As dojnë të vimë edhe njerë. Po. Edhe tonën do vi, që shte i kom premtu më dhe Remzis, se 2 herë do të zaveqoj, edhe tonën inshallah do t'jem apet të jo, kina me folë për Shuaibin a.s. Nuk e la shto si këto turski, serijski filmat e tama me shtim dhondër të sosot filmi, kina me vazhdu me inshallah, ditën me hamë bashkë. O vezër, Zotë ju shpëvlef të ju knasht, Allah e nderoft. Jam knasht sot mesin të e, Zotë ju knasht me gjenet. Faleminderit, alhamdulillahi rabbil alamin.